Përshëndetje për shikuesit e Ziko TV-s të emisionit Gjurma. Unë do na gjendem në Zvicër, në Rinora 4, ku mojt Festivali Qelsi Muzikor 2010 për Evropë, edhe janë zgjedhur tre më të mirë, por në fillim po flasim pak me konkurrentët çka kanë ndi gjatë këtij spektakli. Përshëndetje, unë jam këtu me Kaltrina Molligjaj. Kaltrina, si ke kalu sonte dhe a ke prit që kemi shku deri në finale se ti je zgjedhur një ndër finalistët? Them drejtën, se kum prit hiç. As veç shumë interesant të kohën, falenderoj jurin, publikun, shumë faleminderit. Kush ta ka bë këngën me cilën ke marrë Këngën e pjesë? më bote e Kuran Krasniqi, Tekstin? Granit Gashi. Okej, atëherë turojmë sukses edhe më. A prit diçka prej finales? Si di, shpresoj, nuk e di. Të këshirim tash. Si ka arrit me shku deri aty diçka ka? Shpresojmë, besoj që po. Okej, Rejhana është një vajzë e cila jeton edhe vepron këtu në Zvicër. Rihan, mirë se erdhe edhe je mirë që ke marrë pjesë përsëri në festivalin Qelsi Muzikor pasi është hera e dytë për ty. Faleminderit shumë, mirë se erdhët ju këtu. Besoj që edhe ju keni kalu mirë, na po, na dihet që kena kalu shumë mirë. Okej, Rejhana, atëherë si kalove sonte këtu? Çështu do kë festivali? Mirë shumë, një atmosferë nuk e kum prit, shumë në atmosferë e mirë. Po ashtu edhe organizimi shumë i mirë, faleminderit shumë për juve, që keni menu këtu me ardhen. Faleminderit shumë. Okej, një ndër finalistët për këtë që u zgjedh sonte është edhe Viki i Bisha. Viki, si kalove sonte? Mirë shumë. Ka qenë një ndjenjë shumë e mirë për mu. U prita shumë mirë për publikut, kështu që shumë mirë jam ndi. Ke qenë konkurrentja e fundit edhe gjithmonë janë ku pse. Desertin fund. Apo më tregun që më lana ashtu për desert, shumë mirë. Jo, nuk ka qenë desert për kemi shku në rreth alfabetit, ashtu. Ashtu më thanë. Mirë, ishte shumë knaqësi e madhe dhe faleminderit edhe për juve dona. Viki, a prit diçka prej finales, pasi je zgjedhur një ndër ata që do të shkojnë në finale, do ta përfaqësoni Evropën në Qelsin Muzikor në finalen e 9 qershorit. A pret diçka? Po, besoj që po. Do të presë dhe besoj që do t'ja dalë. Po luftoj në këtë drejtim, kështu që besoj që do t'ja vlen. Okej, diçka për fund nëse keni mishtu, i shkon në rregull. S'ka problem. Falenderoj juve që keni marrë pjesë, falenderoj që kum pas mundësinë me marrë pjesë në Ziko TV. Jeni me të mirët, veç vazhdoni. Më të mirë jeni, numër 1, s'ka fjallë. Faleminderit. Faleminderit shumë, është nasi shumë e madhe që vini edhe në diasporë me na vizitu, me pasë me thonë festivale të tilla, është nasi shumë e madhe, s'ka mos për neve këtu në diasporë. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe për juve që gjithmonë jeni të gatshëm me marrë pjesë në festivale të tilla. Atëherë vazhdojmë me konkurrentët e radhës. Për emisionin Gjurma në Ziko TV, unë dona kam këto edhe konkurrentët e radhës që kanë marrë pjesë sonte në Qelsi Muzikor 2010 këtu në Rinora 4. Ju jeni? Briske, Bullet and Voice. Cili është Brisk, cili Bullet, cili Voice? Unë jam Briski, Bulleti. Dhe unë e Voice. Okej, ju dy keni pas ato reptura në këngë me cilin keni marrë pjesë. Po. Shi ka bo tekstet të ripi? Tekstet i kena shkru vetë, Muzikën? muzikën e kena blej, do më thonë, beatin, prej shokët, prej Kosovës. Dedi ti, producent jo. Okej, ty e ke pas pjesën R&B, a mendon me vazhdu me këtë stil edhe ma vonë? Po, normal. Unë gjithmonë që shtash me R&B e kum vazhdu dhe që tash, edhe kum e vazhdu alo. A u kon kjo i raport për juve që keni marrë pjesë me një festival, që jeni paraqit në skenë? Jo, kjo nuk është raport, po e raport është në festivalin e Ziko TV-s që ka organizuar, është në festivale është hera e tretë, ndo, po, menoj që është hera e tretë. Në rregull, atëherë ju nuk keni fitu drejtën me shku deri në finale, po me rëndësi gjithmonë është pjesëmarrja. Edhe qysh ju ka do kësot, qysh ju ka prit publiku, si keni kalu gjatë gjithë kësaj kohe? Publiku në ka prit mirë, organizimi u konë nivel nalt, shumë nalt. Gjithë shka ka shku mirë, po fati që na nuk kena mujtë me shku në finale në Kosovë, qa me bo? S'ka problemi më në martë si mësafir edhe me po atë tjertë finalisht? Absolutisht, po. Okej, atëherë, ju përshëndes edhe që keni diçka me shtu për fund, është e mirë se ardhur. I përshëndes kejt, ato që më njohën, që i njohë,
Ja. Piskeve, kushtë një, që i një, që shtalë briske. Edhe konsenjomi kejtë. Gjithashtu edhe unë i përshëndes kejtë, të fejumën, familjen kejtë. Okej, atëherë unë ju përshëndes, po ju lodhi më shumë. Faleminderit shumë që keni marrë pjesë edhe që gjatë të kohë për intervistë. Faleminderit. Okej, unë jo me Dona, po vazhdoj me emisionin Zhurma Show në Ziku TV, edhe me mu janë konkurrentët e radhës. A mund të prezentoni? Po, unë jam Meji Beats për ndryshe Fotosylla. Nikies për ndryshe Fisnik Sylla. Me cilin këngë keni marrë pjesë sot? Sot ne kemi konkuruar me këngën Bounce. Kush e ka bo tekstin, muzikën? Tekstin e kom bu unë, muzikën e ka bu vllavi, kështu kena vendos me bo bashkëpunimin edhe që doli kënga. A jeni vllazni ju dy apo? Po vllazni jena. Oh, S'kështë që po përngjojmë? Po përngjojmë, po tashën së më pjëtë thëmë është. Ej, ma i s'fari ta këthej kapuqin, falenderit shumë që ma datë në këtë pensionën për këtë stelë. Okej, që ju pëlqej sonte, qa ju dëk? Festivali, organizimi, pritja publikut? Të kallëzu drejt, shumë mirë na kanë prit këtu në Zvicër, se është hera parë që vim, se përndrysh kemi pas edhe në Belgjik shumë koncerte edhe në Gjermani. Shumë mirë na kanë pritu, jemi zhgëny pak me publikin, po inshallah herën tjetër alo më mirë dhe s'ka problem. Pse qa u bo me publikun? Ja, nashta është pak normale, sepse kjo është... Nuk ju ka njoft, nuk është raport për juve këtu edhe? Po, është hera parë që na kanë në Zvicër, apëtin shtetet tjera na njohin më shumë edhe... Po, gjithsesi do ta bojmë edhe këto emrin. Okej, nëse keni diçka më shtu për fund, Jo, s'kisha ju mirë presim. Jo, veç kisha dashur me falemnderu gjithë stafin realizues këtij festivali, ishte kënaqësi të merrni pjesë, ishte një përvojë shumë e mirë dhe unë ndam të kënaqem, respekt që dhe faleminderit. Faleminderit edhe juve që keni gjetë kohë me ardhur prej Belgjikës, me sa më kujtohet. Falenderojmë edhe ty e Don që na bënë këtë intervistë.